Fëmijët e ekspozuar ndaj prindërimit të ashpër janë më shumë të predispozuar për të pasur arritje të dobta akademike. Studimi kryer nga Universiteti i Pittsburghut sugjeron se mënyra e prindërimit luan rol të rëndësishëm në sjelljen e fëmijës, si dhe në marrëdhëniet e tij me shokët. Rochelle Henges, udhëheqëse e studimit, tregon: "Në studimin ton, prindërimi i ashpër lidhej me arritje të ulta mësimore. Studiuesit përkufizuan si prindërim të ashpër, të bërtiturat, shpullat, kërcënimet fizike apo verbale, si dhe dënimet. Studimi vëzhgoi 1482 nxënës nga shtresat të ndryshme ekonomiko-sociale për 9 vite rresht. Ata gjetën se nxënësit që raportonin prindërim të ashpër në klasë të 7 e vendosnin grupin shoqëror mbi familjen kur arrinin në klasë të 9. Kjo sillte angazhim në sjellje të rrezikshme dhe të pashëndetshme kur ata hynin në shkollë të mesme dhe rrjedhimisht rezultate të ulta në mësime. Të rinjt që nuk arrin të plotësojnë nevojat e tyre nga figurat primare të atashimit mund të kërkojnë afirmim nga shoqëria, shpjegoi ajo. Kjo mund të sjellë angazhim me shoqëri të gabuar, që pasohet me rritje të agresionit dhe sjellje të jashtëligjshme.